keni ardhur me recitu përmend diçka një pamflet PDK-s? Për fat keq nuk mundesh me u drejtu në kësi mënyrë. Lutna, po çashtu po tingëllon. Jo, ti zotni ku je mësuar studentave tu më thon ashtu, mundesh më thon, mua jo. Studentat i mësoj me mendim, me pas mendim kritik. Ta respektojmë njëri tjetrin, sidomos zonjat ne i respektojmë shumë. Jo, gjithë do të me respektojnë njëri tjetrin. Pa dallim gjinie, sepse debati kështu i kontaminuar nuk mundet me u marrë vesh kërkush. E kakofonia zakonisht këtu shkon për shtati. Deri në kohën komplet zgjedhjet qendrore me zgjedhjet lokale me ndodh në njëjtën kohë dhe që kjo fryma që ky pe analizon që ka qenë herën e kaluar. Po ti kishe qiu dur që para 4 muajve shkryej. Na kishe qit bllaf neve. Nëse kem pas atë strategji. Po duam të fol për nivelin qendror se kemi ardhur në tjetër nëse po sa ndikon kjo situatë e kuvendit në zgjedhjet lokale apo mendoni që është komplet ndryshe? Situata e kuvendit e ndikon gjithë secilin. Na ka ndiku parimisht të gjithëve në jetën tona, i ka ndiku bizneset, i ka ndiku dhe komunat, sepse kanë mbetur pa buxhetet të cilat u garantohen me ligjin e financave publike, por do me thonë edhe mjetet e alokuara, edhe RTK-jat kanë mbetur pa buxhet. Do me thonë mos të flasim sa problematika e shkaktuar pikërisht për shkak të mos funksionalizimit të kuvendit e sa do të ketë. Do me thonë, nëse ne deri në dhjetor nuk kemi një përgjigje se a do shkojmë në zgjedhje apo do të konstituohet kuvendi, sepse duhet miratohet buxheti për vitin e ardhshëm për institucionet e nivelit lokal edhe institucionet e tjera të del përgjigja nga gjykata. Por në anën tjetër, qëllimi që kjo frymë e nivelit qendror dhe populizmi i nivelit qendror të vijë në nivelin lokal, Nuk është populizëm mbrojtja e Kosovës, po më interesi nacional këtu. Shiko, se ti donë se cilën fjallë që unë e thome, përbishnu, ajo është mandej, mënyra që ti donë me komuniku, bilin vjen keq. Po ti drejtojnë pak ato mendimet se ta shumë. Ju nëse keni ardhur me recitu përmend diçka një pamflet PDK-s. Unë nuk recitoj për fat keq, nuk mundesh me u drejtu në kësi mënyrë. Lutna, po çashtu po tingëllon. Jo, ti zotni ku je mësuar studentave tu më thon ashtu, mundesh më thon, mua jo. Studentat i mësoj me mendim, me pas mendim kritik. Ta respektojmë njëri tjetrin, sidomos zonjat ne i respektojmë shumë. Jo, gjithë do të me respektojnë njëri tjetrin. Pa dallim gjinie, sepse debati kështu i kontaminuar nuk mundet me u marrë vesh kërkush. E kakofonia zakonisht këtu shkon për shtati. Ja, absolutisht jo. Urdhro. E rëndësishme është me kuptu ato që tha në thelb ma herët Demhasaj për mënyrën se si njerëzit votojnë. Ka ndikimet mund t'jenë fryma kush është në qeveri në i herë e krejt. Por me gjithat, njerëzit në nivelin lokal, sidomos prej se unë jam brenda në procese politike, më ka rastis me taku njerëz të cilët i kanë dy bindje të ndara, nuk janë pjesë e partive politike, por i kanë shpesh dy bindje të ndara që në nivel lokal votojnë dikë tjetër e në nivel qendror e kanë të lirë në i herë votojnë dikë tjetër. Dhe kjo është, ta them të drejtën, ajo masa kritike ose vota fluide që sigurisht e bën diferencën. E bën diferencën në i herë në nivelin qendror, e bën diferencën edhe në nivelin lokal. Por niveli lokal, përgjithësitë e nivelit lokal dhe mënyra se si qeveriset në nivelin lokal, po dhe gara si bëhet, sepse është vot direkte, është një vot për një kandidat, është komplet tjetër. Dhe përgjithësia, natyrisht, është komplet tjetër. Procesi si ndërtohet është komplet tjetër. Prandaj unë besoj që Kosova në mënyrën se si është ndërtuar, nëse e kuptojmë në thelb, ato se çfarë thot kushtetuta dhe ligji për vetë qeverisje lokale, ne do të ishim pak më të relaksuar në kuptimin njerëzor dhe garën do ta kuptonin në mënyrë më fair se kush është më i miri, kush ka ofertën më të mirë.